Si on për tip? Vish pak. Tha, në shumë sfola, po edhe jetë tip kështu dhe mu po. Ja, s'po flas për estetikë. Ti ke vendos kolektor për bri krenes, mirë po kur është instalu kolektori, është fort më rëndësi. Kur është instalu kolektori, lidhja e egrave qytetarit nuk i ka përputh me nalësim. Edhe ja kalon në vullnetin e lidhjes qytetarëve lidhuni. E çka nëse nuk lidhet? Dhe më thonë uji edhe në qytet mbetet i papastër. Prandaj është rrezik shumë i madh që na më shku me akumulim të ujrave të zeza në liçe. Gushën e përmendi. Saktësisht gusha është modeli, është ilustrimi i improvizimit me gjana kaq të ndihshme. Faleminderit. Që në gush qytetarët janë skajshmërisht të zhgënjur me mënyrën që çështë ka improvizohet me gushën. Shiko. E marrin këta tipat një njëri që e ka bën një pudrum pa leje. Si on për tip? Vish pak. Tha, në shumë sfola, po edhe jetë tip kështu dhe mu po. Ja, s'po flas për estetikë. E marrin një njëri që e ka bën një pudrum pa leje, e që bën zhurmë gjithka, s'po kom qysh mu lidh në kanalizim, se s'ka qysh mu lidh, se s'ka pas leje, se është përfundi shtratit lumit. Qysh mi lidh ato, qysh mi lidh. Për ndryshe, Krena sot është lumi urban më i pastër në Kosovë, dilni e shenjë, pak të në zonën urbane. Asnjë nuk është asisoj. Kreet kanalizimet janë lidh. Qysh funksionon kjo punë është kështu? Vendoset kolektori edhe pusetat. Normal që ato kanalizimet që kanë qenë funksionale i ka lidh operatorin puset. Nëse ndërtohet diçka e re, normal që duhet vetë pronari me u lidh. Këto punë që janë punë kolosale, dëgjoni. Janë kolosale, nuk i ka besu kërkush që mujnë me u bo. Janë tepër ndaj edhe jam krenar që janë të bo.